Në intervalin kohor prej orës 20 mbrëm, 23:30 minuta në një shtëpi në rrugën Gjevat Berisha ka ndodhur një vjedhje. Hetues policor dhe krim teknik kanë dalur në vendin e ngjarjes për të kryer hetimet. Sipas pronarit, janë vjedhur stoli të arta në vlerë prej 6.000 euro dhe para kesh në 2.000 euro. Hepërhë nuk ka të dyshuar, Drejtoria Rajonale e Policisë në Prizren u bën thirrje qytetarëve që mos t'i lënë shtëpit pa mbikëqyrje gjatë ahengjeve të ndryshme dhe pushimeve. Po ashtu gjësëndet me vlerë si stoli dhe gjësëndet tjera, si dhe parati mbajnë në vendet të sigurta. Kurse në rrugën Muradem në Prizren, në një aheng familjar është gjuajtur me armë dhe menjëherë pas kësaj, policia ka shkuar në vendin e ngjarjes dhe ka konfiskuar një pistolet të tipit Ekol special. Raportohet se i dyshuari mashkull kësh shqiptar me nënshtetësi zvicrane, gjatë një ahengu familjar ka shtënë me armë zjarri. Një siti policor nga i dyshuari ka konfiskuar armën me gaz Ekol special e kalibrit 9 mm, ndërsa në vendin e ngjarjes ka gjetur edhe 3 gëzhoja të shkrepura nga arma e konfiskuar. Nuk raportohet për të arrestuar. Me urdhër të prokurorit, të dyshuarit i është konfiskuar pasaporta zvicrane, thuhet mes tjerash në njoftimin e policisë së Kosovës. Po ashtu policia njofton se në rrugën e Reshtanit ka ndodhur një aksident, pasi që i njëjtin nga pakujdesia në vozitje ka goditur një këmbësor. Raportohet se i dyshuari mashkull përderisa ishte duke qarkulluar me automjetin e tij Mercedes, nga pakujdesia ka goditur këmbësorin viktimen mashkull. Viktima ka pësuar lëndime trupore dhe është dërguar në tretman mjekësor në qendrën e mjekësisë familjare në Suarik dhe më pas është dërguar në Spitalin Rajonal në Prizren për shërim të më tutjeshëm, thuhet mes tjerash në njoftimin e policisë së Kosovës.